Por besoj po i konsiderojnë edhe ata veprime këto zgjidhjet që i kanë dhënë, si për shembull qeverinë e unitetit. Nuk janë bre këto veprime, as nuk janë zgjidhje, këto janë hajde apo den mos të met faj mu, kur gjë më shumë. Kjo që po thotë hajde të bëjnë qeverinë e unitetit, çka? Ai s'po dën me bu. Ose PDK-ja po dën qeverinë pa vetë vendosur. PDK-ja po thotë ametin më të vota, unë i baj tjerat, ky po thotë jo s'po t'i dho se si ka sigurt as çdo 19 po shihet, se këto është një problem. As pozita, as opozita nuk kanë vota. Kjo është evidente. Sot në fakt po edhe më pak se 50. Është hera e parë që votuan sa 47 deputat. Po, ta asnjëna nuk kanë vota. Nesër mi javlo opozitës, unë jam i bindën që nuk i kanë votat për me votë qeveri. Nuk i kanë. Letë logaritë, sot lideri i PDK-s tha se nëse LDK-ja i siguron 19 vota, do të thotë, unë i bëj tjera. Po nuk i banë sepse 24 vota janë të PDK-s. Ta zëm 20 të LDK-s, jo 19, 20 bojnë 24, 8 janë të AKS dhe nismës bojnë 52. Do të thotë, ai supozon se i ka 10 votat e pakicave jo serbe, është e pamundur, nuk është ashtu, nuk qëndron. Nuk ka më shumë se 7 votat e tyre dhe nuk ka arrin numrin gjatë një. 58, 9... Probleme që në dy onë ka deputet që janë kundër. Absolutisht. Se cilës palë. Po, se cilës palë. E këtu ta pedin. Edhe çka kanë bë, kanë mrinë në një pat pozicion, e një farforme pikonvena në opozite, sepse edhe me qëpru shpotutën, me kallëzus atë pafuqin që e kanë, edhe kryeministrin detyrë që është, po i sfidon për ditë, sa i po dënë mi pa këta so janë të fuqishëm, a e ka të qartë që këta janë të pa fuqishëm, për ata i ban këtu, i merë këto vendime edhe nuk ka kur farë përgjithësie, funi funit se s'ka kush e manë përgjithës. E, tash, kjo situatat cila jemi, absurd mi thonë është pak. Po, marë parasysh rrethonat geopolitike, edhe që ka bëndot për rreth Kosovës, edhe në botë, kjo absurd, po këto historia s'kam javë falë këty në njerëzve. Kjo është gjunah, të janë të hinë gjunah me gjeneratat që kanë ra për këtë ven edhe gjeneratat e ardhshme që kanë me lindë. Ta nuk janë të e kuptu, mirë po probleme është që këta nuk po lodhen shumë për atë punë. Ta problemin e kanë pozitën e vetë. Pikrisht këtë, doja ta diskutoja as Drikuci, po duket sepse kjo ideja e as njëra palë të mos i ketë numrat dhe as kusht mos veproj. Po duket se gjithë në fakt, në fund e kanë vetëm interesin e vetë, apo të gjithë po kalkulojnë se si do dalin nëse shkojmë në zgjedhje pastaj, si do dalin nëse shkojmë në zgjedhje këtë propozimin bashkë me zgjedhje lokale, pra gjithë e kanë në fund ditës besoj po duket këtë kalkulim të vetin dhe nuk ka më këtu një farë diskutimi apo debati se si gjejmë zgjidhje që tash dalim nga kjo situatë. Absolutisht, në para çdo veprimi eventual e kalkulojnë, do thotë, sa mund të humbasin, sa mund të fitojnë, dhe këtë kanë interes primar. Vetëm pastaj e kanë Kosovën, nuk e kanë Kosovën në plan parë. Po ta kishin, do të gjenin zgjidhje, sepse ka disa mundësi